Paraprakisht, ju e dini që çështja e arsyetimit të vendimeve është kompetencë ekskluzive e gjyqtarëve dhe në atë drejtim duhet pas kujdes të shtuar që mos të interpretohet kërkesa për ngritjen e cilësisë si ndonjë presion ndaj gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre. Megjithatë, po të them ndoshta për shkak të kërkesës madhe me lëndë, edhe presionit për të arritur rezultate sa më të larta, ka ndoshta edhe raste kur arsyetimet nuk i përmbushin pritshmëritë e para. Megjithatë, konsideroj që gjykata komerciale në raport me gjykata tjera ka arsyetime më të detajuara, arsyetime më të gjëra, më konkrete, ndoshta për shkak edhe të vetë natyrës së lëndës, të cilat janë shumë më komplekse, kanë shumë më tepër elemente që duhet mu trajtu prej gjykatës, dhe kjo në një forme ja imponon gjyqtarëve që t'japin arsyetime për gjitha ato pika apo pretendimet e palëve. Megjithatë, gjithmonë ka hapësirë për përmirësimin e tyre, sidomos duke pas parasysh që gjykata komerciale një pjesë madhe të palëve i ka kompani të cilat nuk janë vendore, edhe në një farë forme puna e gjykatës komerciale ose aktgjykimet e gjykatës komerciale prezantojnë vetë nivelin e gjyqësorit në botën e jashtme, tek investitor të huaj, natyrisht duhet me pas kujdes shtuar dhe aktgjykimet duhet jenë shumë më cilësore për me kriju një bindje që niveli i gjyqësorit në Kosovë është kompatibil me kërkesat edhe investitorëve të huaj, po edhe në nivel me gjykatat e vendeve të regionit dhe gjykatat e vendeve të Bashkimit Evropian.